Cilat janë konkluzionet kryesore të raportit të politikës monetare tremujori 4-2025? Në të rësi, analiza e përgjithshme që ne kemi bërë zhvillimeve ekonomike dhe financiare të tremujorit të 3 dhe të 4 të gjysmës të dytë vitit 2025 konfirmon trendet pozitive të zhvillimit të vënë re në gjysmën e parë të vitit. Pra ne konstatojmë që ritmi i rritjes ekonomike mbetet solid rreth nivelit 3,6%. Ky ritëm në gjykimin ton është afër potencialeve prodhuese të ekonomisë shqiptare dhe ofron premisa për një shfrytëzim të mirë të faktorit punë dhe të faktorit kapital në ekonominë shqiptare. Po ashtu ne kemi konstatuar është vënë re një rritje lehtë e inflacionit në tremujorin e tretë të vitit 2025, ka niveli mesatar 2,3% në tremujorin e dytë, në 2,4% në tremujorin e tretë. Rritje kjo e cila është tërësisht në linjë me parashikimet tona, rritje e cila nuk sinjalizon përkeqësim të fuqisë blerëse të familjeve, përkundrazi, është një rritje e cila tenton ta afroj inflacionin me objektivin ton 3%, pra të krijojë premisa për një ecuri më të balancuar të ekonomisë dhe të çmimeve në ekonomi. Dhe po ashtu ne konstatojmë edhe zhvillime përgjithsisht pozitive në tregjet financiare. Pra, nisur nga ecuria e normave të ulta të interesit, si në segmentin e letrave me vlerë të qeverisë, ashtu dhe në segmentin e depozitave dhe të kredisë për sektorin privat, nisur nga gjendja e bollshme e likuiditetit në ekonomi, nisur edhe nga një stabilizim më i lartë i kursit këmbimit, kjo pjesërisht fal edhe ndërhyrjeve të shtuara të Bankës së Shqipërisë në këtë periudhë, ne gjykojmë që kushtet monetare dhe financiare në ekonomi mbeten stimuluese për aktivitetin ekonomik. Kjo pastaj dëshmohet më tej ose ilustrohet më tej edhe nga ritmi relativisht i lartë i rritjes të kreditimit, ritëm i cili qëndroi pranë nivelit 15% në tremujorin e tretë të vitit 2025, dhe duke mundësuar një mbulim të mirë të nevojave si të biznesit dhe të familjeve për fonde financiare për zgjerimin e konsumit dhe investimeve të tyre. Cilat janë parashikimet e Bankës së Shqipërisë për të ardhmen? Ne presim që këto trende pozitive të vijojnë edhe në gjysmën e dytë vitit 2025 dhe në periudhën afatmesme. Pra, përditësimi i parashikimeve tona për periudhën afatmesme sugjeron që ekonomia do të vazhdojë të rritet me ritme të krahasueshme me ato të cilat kanë bizotruar gjatë vitit 2024-2025. Kjo rritje do të jetë e ekuilibruar, do të bazohet kryesisht në zgjerimin e kërkesës të brendshme, të konsumit dhe të investimeve të sektorit privat, me një kontribut pozitiv shtesë nga vijimi i rritjes të ardhurave nga turizmi shqiptar, dhe po ashtu me një kontribut në termat të stabilitetit makroekonomik nga një politikë e balancuar fiskale. Ne presim që inflacioni të kthehet në objektiv, pranë objektivit ton, në nivelin 3% gjatë gjysmës të parë të vitit 2026 dhe më tej të vijojë të qëndrojë në këto nivele. Sa i përket tregjeve financiare, ne përsëri presim një ecuri të qetë, presim kushte financiare akomoduese dhe mbështetëse për zgjerimin e konsumit dhe të investimeve. Pra në tërësi në tyre zhvillimet pritet të jenë pozitive dhe vijim i atyre dinamikave që janë vënë edhe gjatë 2 viteve të fundit. Pse Banka e Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit? Qëndrimi i politikës monetare dhe niveli normës bazë të interesit kanë qenë, janë dhe do të jenë gjithmonë funksion i respektimit të objektivit ton të stabilitetit të çmimeve. Sikurse konfirmoi analiza dhe parashikimet tona, bazuar në trendet aktuale, por bazuar edhe në qëndrimin aktual të politikës monetare, kushtet monetare dhe financiare janë të përshtatshme për kthimin e inflacionit në objektiv në gjysmën e parë të vitit 2026. Pra në gjykimin ton, ky qëndrim për momentin mbetet i përshtatshëm dhe për këto arsye u gjykua e arsyeshme të mbahej norma bazë e interesit në nivelin 2,5%. Si i vlerësoni rezultatet e deritanishme të politikës monetare të Bankës së Shqipërisë? Rezultatet e deritanishme kanë qenë mjaft pozitive. Politika monetare e Bankës së Shqipërisë ka bërë të mundur vënien nën kontroll të inflacionit pas goditjes inflacioniste që erdhi nga tregjet e huaja në vitin 2023-2024, pa dëmtuar trendin pozitiv të rritjes ekonomike të vendit, pa dëmtuar treguesit e stabilitetit financiar,
dhe gjithashtu pa pasur nevojën të aplikoj rritje agresive të normave bazë të interesit dhe të kostove të financimit të sektorit privat. Kjo në një mas të madhe është diktuar edhe nga ndihma që na ka dhënë forcimi i kursit këmbimit të lekut kundrejt euros në përballimin e valës të huaj inflacioniste. Vitet 2024-2025 kanë diktuar një rishikim të kahut të lëvizjes politikës monetare, pra nga normalizimi që ne kemi aplikuar në vitet 2022-2023, gjatë periudhës 2024-2025 ne kemi ulur normën bazë të interesit për t'i dhënë një frymëmarrje më të madhe kreditimit, zgjerimit të konsumit dhe të investimeve në ekonomi dhe shfrytëzimit sa më të mirë të kapaciteteve prodhuese. Pra do të thoja që deri tani ndjekja e një politike monetare konsistente dhe gjithmonë të fokusuar në stabilitetin e çmimeve, por në të njëjtën kohë edhe fleksibile, të harmonizuar me kushtet e përgjithshme monetare dhe financiare, por në veçanti me kahun e politikës fiskale dhe ecurinë e kursit këmbimit, ka bërë të mundur jo vetëm përmbushjen e objektivave tonë, por edhe qenerimin e kostove minimale anësore në ekonomi, diçka që nuk mund thuhet për shumë eksperienca të vendeve të ngjashme.